Unë jam Ilir Butka, jam drejtori artistik I edicionit 14 të Festivalit Kombëtar të Filmit Shqiptar. Edicioni 13 I Festivalit Kombëtar të Filmit Shqiptar është realizuar në vitin 2012. Jam bërë gati 14 vjet që audienca shqiptare nuk shikon një film shqiptar përpos premierave që organizohen her pas here. Ishte një lloj detyrimi që ne kishim qoftë për kinastët shqiptar të I ballafaqonin me publikun, qoftë publiku të jepin një shije të asaj që ne prodhojmë dhe krijojmë gjatë punës tonë të përditshme. Shpesh publiku më pyet njerëz të ndryshëm, a realizohen filma në Shqipëri? Dhe vetmja përgjigje më e mirë se kjo unë nuk gjej, domethënë, organizimin e festivaleve kombëtare. Njerëzit e kanë menduar si një mundësi ideale për të ballafaquar krijimet e përvitshme me audiencën vendase. Filmat tanë gjejnë mundësinë të ekspozohen, të projektohen, të prezantohen në festivale ndërkombëtare pafund, por vështirësisht gjen një audiencë shqiptare të interesuar. Kjo është një arsye e fortë për të kthyer edhe një herë vëmendjen e audiencës shqiptare ndaj kinematografisë tonë. Të akumuluar gjatë këtyre 14 viteve rreth 220 filma të prodhuar. Përpjekja për të ekspozuar këto filma në ato pak salla që kanë mbetur është sigurisht një sfidë. Ajo që ne duam të bëjmë është selektimin I punimeve më të mira për t'i prezantuar përpara publikut në mënyrë që të krijojmë edhe një shije pozitive të asaj çka kemi prodhuar gjatë këtyre viteve. Përgjithsisht struktura, programi I çdo festivali kompetitiv ndërtohet mbi bazën e projekcionit të filmave. Kësaj radhe përpos ditës parë të festivalit që kemi ceremoninë e hapjes, kemi edhe ditën e fundit ceremoninë e mbylljes të festivalit dhe njëkohësisht ndarjen e çmimeve. Por rësia besoj që është kjo që çdo ditë rreth mbasditës vonë ne do organizojmë një seri eventesh ku do të kemi mundësi të promovojmë pikërisht ata që janë protagonistët e kinematografisë tonë, do të thënë skenaristët, regjisorët, aktorët, producentët, drejtorët e fotografisë, do grumbullojnë të gjithë në zonën VIP përpara Akademisë së Arteve që është organizuar pikërisht për ta dhe do të krijojmë aty një sër eventesh të njëpasnjëshme, të cilat do të na japin shijen e produkteve kinematografike që ne propozojmë. Do të thënë, nëse ditën e sotme janë 10 filma të propozuar, të 10 autorë do të jenë aty në shesh dhe do të ketë mundësi të krijohet një kontakt qoftë I tyre me kolegët, qoftë I tyre edhe me publikun. Duhet kemi parasysh edhe seksionet e festivalit. Janë seksioni filmit gjatë, seksioni filmit shkurtër, seksioni filmit dokumentar dhe ai animuar. Janë secila në një sallë më vete, ku secila sallë gjatë ditës do ketë 5 lote, 5 ndarje programacioni. Përpiqemi që të ndërtojmë për secilin prej tyre një lloj oferte optimale, duke zgjedhur filmat më të mirë të realizuar, në mënyrë që të shkojmë të kërkojmë edhe target grupin të caktuar. Për shembull, do përpiqemi të synojmë të rinia. Me filmin e shkurtër dhe filmin animuar mund të kapemi pikërisht me këto dy kategori për të ofruar atyre një opsion. Ka grupe të tjera interesi që mund të gjejnë veten tek dokumentari ose te filmi gjatë. Kryesisht shtylla kryesore e festivalit është filmi gjatë artistik. Konkurrimi zyrtar sigurisht është të 4 kategoritë, por baza mbetet gjithmonë filmi gjatë. Do ketë një juri profesionistësh, 5 individ profesionistë, të cilët do të vendosin për filmin e gjatë, njëkohësisht I bashkangjitet sa jurie edhe një vendimarrje nga Akademia e Filmit është një risi që aplikohet për të parë. Do të thotë që të gjithë punonjësit e kinematografisë shqiptare kanë të drejtën e një vote online për të vlerësuar punët e kolegëve. Sigurisht çmimi I publikut mbetet një nga vlerësuesit e përhershëm dhe këtë e kemi aplikuar edhe në edicionet e tjera. Pra këto do të jenë 3 vlerësimet kryesore.
Filmi është rezultante e një pune shumë të madhe selektive në momentin e parë, kur autorët gjejnë subjektin dhe mbi këtë gjetje ndërtojnë gjithë narrativën e tyre. Është një përzierje, është një gëshetim i punës racionale me atë emocionale që vjen në momentin e dytë, në momentin e sheshit xhirimit, kur kemi të bëjmë me lojën aktorëve, zhvillimin e skenave në sheshet e xhirimit, domethënë mizaskenat, ku ndërtohet përgjithsisht pjesa më kreative e filmit. Pra janë të dyja, edhe puna reflektive, racionale, edhe puna kreative. Përgjithsisht përpiqet rrëfej historitë shqiptare, qoftë të tashmes, qoftë të kaluarës. Përpiqet të integroj gjithçka që ne kemi si tesut, si background social. Nuk e di sa kemi mundur ta realizojmë këtë nëpërmjet filmave tanë. Sjellim karaktere të ndryshëm, sjellim ngjarje, sjellim edhe filozofi të ndryshme që varet nga autorët respektiv. E rëndësishme është që ne përpiqemi të sjellim atë çka percepton kjo shtresë intelektuale krijuesish, përpiqemi ta pasqyrojmë, ta reflektojmë në veprat tona. Se sa kemi mundur ta realizojmë i takon publikut mbi ta vlerësoj. Sigurisht po të ishte për mua, unë do të kisha një sugjerim të vogël, të kishte më shumë bashkëpunim midis letërsisë dhe kinematografisë. Domethënë duke integruar letërsinë bashkëkohore shqiptare, ne mund të krijonim vepra me një bazë pak më të gjerë sesa puna krijuese e orientuar totalisht mbi film autorin, domethënë mbi të drejtën e regjisorit për të bërë edhe skenarin edhe gjithçka tjetër. Publiku të paktën të vijë të kuptojë në çfarë është kinematografia shqiptare, çfarë janë këta filma që janë shumë të njohur për fat mirë jashtë, pak të njohur brenda. Në një farë mënyrë është një eksplorim që publiku do t'i bëjë kësaj kinematografie, duke nxjerrë pa gjërat që i pëlqejnë dhe ato që nuk i pëlqejnë. E mira është të krijojmë këtë lloj relacioni që duhet jetë i vazhdueshëm midis një kinematografie vendase dhe publikut të saj. Ardhja e publikut në sallë, pas kaq shumë vitesh, do të ishte pa diskutim objektivi dhe suksesi i vërtet i festivalit. Këtë objektiv dhe qëllime ka çdo festival, po pikërisht ky festivali jon i organizuar me kaq vonesë pas kaq vitesh, do ta kishte më të nënvizuar këtë lloj cilësie. Domethënë, po të kthehej publiku, do të ishte një fitore e madhe. Po të kthehej publiku i ri, do të ishte akoma më e madhe. Publiku vjen në sallë për të parë filmat tanë. Ne kemi detyrën të gjejmë linkun midis kinematografisë tonë dhe atij, publikut. Domethënë ne duhet të kuptojmë sa e rëndësishme është vendosja e një raporti të drejtë midis shikuesit dhe veprës. Sigurisht e drejta për të krijuar një vepër arti e një krijuesi është një e drejtë që mbrohet në aspektin konceptual, por e drejta që kjo vepër të mos i takojë më pas prodhimit krijuesit, por të takojë një masë më të gjerë njerëzish, është njëkohësisht një avantazh që ne duhet ta shfrytëzojmë. Domethënë, nëse duam që të krijojmë vepra që të mbeten në historinë e kinematografisë, të mbeten edhe në trashëgiminë tonë kulturore, ne duhet të krijojmë pikërisht këtë lloj linku, këtë lloj kontakti, të ballafaqimit direkt me publikun, dhe duhet të krijojmë një lloj kinematografie që në një farë mënyrë të jetë e perceptueshme dhe e pëlqyeshme për publikun. Do të ishte ideale që ky edicion të shërbente edhe për një gjë tjetër, për të ndihmuar në krijimin e një ndjesie kolektive te kinastët shqiptarë. Artisti është një qenie individuale. Vështirë të krijosh grupime, vështirë të krijosh komunitet. Përgjithsisht janë të prirur tek një mbyllje, tek një izolim, shohin te tjetri domosdoshmërisht konkurrentin. Në fakt nuk është kështu. Duhet krijuar një klimë bashkëpunimi, komunikimi në mënyrë që të krijojmë edhe këtë komunitet siç ka qenë dikur, sepse dikur ka qenë kjo ndjesi, i cili sjell avantazhe të shumëfishta. Njëri nga këto mund të jetë pa diskutim, diskutimi midis tyre dhe raja e mendimeve, arritja në konkluzione të përbashkëta, krijimi pse jo edhe një fryme të re të kinematografisë shqiptare, një rrymë të re.
Shpesh janë krijuar rryma të tilla, domethënë Nouvelle Vague në Francë është rryma e re e kinematografisë rumune, që ka sjell një risi në kinematografinë botërore europiane. E mira është të krijojmë pikërisht këtë lloj tendence të asaj çka vjen vetëm nga grupimet. Domethënë ne si individ jemi të spikatur, pa diskutim, në të gjitha fushat. Nuk arrim dot të krijojmë komunitet. Po të krijojmë komunitet, ne do të arrim të superojmë edhe probleme, edhe vështirësi. Do të përpiqemi edhe në një farë mënyrë të imponohemi vendimarrjes politike që kanë dorë rritjen e buxheteve tona. Kemi benefite të cilat nuk i kemi shijuar pikërisht nga mungesa e këtij komuniteti, kështu besoj unë. Besoj që duhet të ndërtojmë një lloj raporti të vazhdueshëm me publikun, i cili mund fillojë që këtë edicion, dhe duhet të krijojmë ndjesinë të paktën të krijuesit, por edhe të publiku, të domosdoshmërisht për të krijuar edicionin e ardhshëm sa më shpejt, në mënyrë që kjo ndërprerje të mos përsëritet më. Do të ishte ideale nëse nevoja për të ndërtuar një edicion të ri të këtij festivali filloi nga kinastët deri te publiku.